për të bërë recetën tjetër. Marim revanin, se edhe minutat na fluturojnë. Po do ta mbyllim ëmbël. Përbërësit e revanis, shpejt e shpejt I lexojmë në tabelën tonë të përmbledhura sipas gramaturës përkatëse. Jemi në tradit nga fillimi deri në fund të hapësirës së gatimit. Revani tradicionale shohim pak sa miell, sa vezë dhe sa sheqer duhet për përgatitjen e saj. Ja tek kemi 3 produkte të revanis dhe gjalpin gjithashtu. 200 gram gjalp, 500 gram sheqer, 4 kokra vezë, 2 lëvozhga vezë me finj, 500 gram miell mistri ola për ballokume. Pra përdorëm miellin e ballokumeve, të cilën ola e solli enkas për anvisat për t'i përgatitur, një miell I mirë, I butë, që na solli ballokume të shkrifta dhe të shishme. Gati edhe finja aty. Dhe e përgatisim. Tani, marrë dhe pak arahësin unë këtu, edhe qëndroj këtu ku jam. Po, do rajmë vezët. Është një recetë shumë e shpejtë. Ja, mora dhe tepsin. Gjalpin e kemi të shkrirë më një, dhe e sjellim dhe afroj. 4 përbërësit Sikur se kam edhe kosin. Dhe kemi vezët fillimisht, të cilat I rahim. Kemi sasin e sheqerit, sasin e miellit, finjën, Këto receta base anvisat tona I kanë para përgatitur, I kanë përgatitur shpëdje, në zonë sot festa, në zonë dhe nesër festa, kështu që I kemi aty në dollap në kuzhinë. Kam edhe pasën e kosit. Gjithu. Trazoj mire. Derisa që të eliminojmë edhe pjesën e zhurmës, sheqeri. Gradualisht. Edhe produktet e tjera, sapo të mbaroj zhurmat, marrim disa urime. Pa ditën e verës. Ke bën gati masën dhe e shton në tepsi revanin për ta pjekur dhe për ta shijuar. Do të shtoj masën e gjalpit. Sikurse dhe finjen e shikoni që uji është pak më I turbull. Po. Bëra ku bëra ballokumet, mora me goxha. Kemi punuar me plan këtë javë. Pra, I lexojmë edhe një herë këto produktet, sa Derisa bëjmë avash. Që edhe zhurmën ta eliminojmë, ndoshta ju jeni duke u bërë gati, besoj, për të dalë dhe për të festuar, kudo ku na ndiqnin nga cili qytet, jeni bërë jeni veshur bukur me fëmijët tuaj, pushim jeni, veroret në dorë dhe dilni për të festuar në shesh, në sheshet kryesore të Tiranës, ku janë organizuar pikërisht programet e ditës së sotme për festën që ka menduar Bashkia. Po ashtu edhe në qytetet të tjera, festa ka nisur me djegjen e degëve, një natë më përpara, largimin e dimrit, largimin e të këqijave dhe pritjen e diellit. E di që të pengoj, e di që nuk zgjohet asgjë çfarë flasim, po
mundohemi që të Ja. minimizojmë. Komunikim po besoj u pa qartë procesi punës. Ju duhet raksja elektrike, po edhe një tel nëse nuk e keni, Dhe dikur çfarë të në doni tel unë është e gatuar përshpejtova Evania. për kohën. E luajm pak tepsin me vaj, ose me gjalpin që na ka tepsuar Atëherë. për të shtruar. Ja, marrim vajin, s'ka gjë, marrim vajin Oh, e kemi këtu mbrapa. dhe te masa unë do të shoj dhe kosin këtu, që të jemi tamam të duhur. Kalojmë masën. Ka masë kremoze e bërë. Atë millin e misrit që është atë ngjyrën portokalli. Gjë që unë u mora shumë e gatimin dhe nuk e vendosa. Por mielli portokalli, ai është tamam për ballokumet, është edhe për këtë lloj revanie. Ajo çfarë ne na duhet. Pra, me mielin special bëra byrekun dhe me këtë miell Gati. E vendosi për të pjekur, por ndërkohë i hedhin fillimisht Po. një sy byrekut. Sikur edhe pak fare dhe do ta servirim, do ta shërbejmë, do ta shijojmë bashkë me a mi pak ato vezët. pulën.